jam Klajdi Muçollari dhe jam përgjegjës për strategjinë dhe menaxhimin e operacioneve tek kompania Klimateknika. Gjatë viteve të fundit, Klimateknika pati një zhvillim të madh në tregun shqiptar dhe na lindi nevoja për të afruar një konsulent të brendshëm për zhvillimin e proceseve të O2-s. Dhe mbasi analizet të tregut, arritëm në konkluzionin që Tekfin ishte bashkëpunëtori më i mirë për këtë gjë. Vështirësitë që ne hasëm në përdorimin e O2-s ishin të ndryshme në departamente të ndryshme. Mund të flasim tek departamenti i HR-it, kishin problematika me payrollin dhe me pjesën e attendance. Pastaj tek departamenti i financës kishin problematika me nga më të ndryshmet në raportimin e të dhënave të arritura gjatë vitit. Kishin problematika tek magazinat. Në këto momente, Tekfin na suportoi shumë duke bërë një analizë konkrete të gjithë proceseve që ne realizonim dhe duke nxjerrë rekomandime të sakta dhe të implementueshme për të arritur ne qëllimet tona. Sot, Klimateknika, fal ekspertizës së Tekfin dhe implementimit të sistemit O2, ka një mbarvajtje të mirë të gjithë proceseve të departamenteve përkatëse.